Rruga 172, kjo rrugë që gjendet mes dy universiteteve në Tetov, si dhe rruga Ivo Lola Ribar, të cilat filluan të ndërtohen shumë muaj më parë, por që edhe sot e kësaj dite janë lënë në harrez dhe mirim, me gropa, balt, me puseta të hapura të kanalizimit, që si pasojë pamundsojnë lëvizjen e lirë të automjeteve dhe komsorve, si dhe rrezikojnë fëmijët që ndjekin mësimet në shkollën fillore Goce Delqev, e cila shkollë gjendet pikërisht në rrugën Ivo Lola Ribar. Banorët e revoltuar thonë se tanim disa muaj kjo rrugë vazhdon të jetë në këtë gjendje të mjerueshme siç është. Punimet janë ndërprerë. Deri më sot nuk është ndërmarrë diçka konkrete për të përfunduar ndërtimin e këtyre rrugëve. Andaj edhe një herë apelojnë deri tek institucionet përkatëse që në një afat sa më të shkurtë kohor të vazhdojnë punimet për ndërtimin e këtyre dy rrugëve, kaq të rëndësishme dhe të lëvizshme në qytetin e Tetovës. Kjo rrugë ka filluar para 7 muajve. Me thonë, të ndimnin e kemi kalu këto në për Balt, në për Loq, këto në shkollat të vjeqare, këto universiteti punëtorve, jetojnë familje, këto kemi kalu në për Balta, me makina, me dame, qashtu. A jeni dëmtuar? Shumë, ta dosh, për ditë, që për shemë makinet nuk mund të imbijem deri këtu, ne vetë, me vetë kontributin tuan, i kemi ndërtu që qëto shaktit. Firma jeme, Euroinvestin e go. Besoni se do të ndërtohet muajve në... Dhe një herë sigurisht po, ama... E cili do të ishte apeli juaj drejtuar? Apeli juaj sa ma shpejt kjo rrugë drejtuar, sa ma shpejt. T'i shpëtojmë Nxanësit, mere me mend gjithë e nëm balte, gjithë e nëm të hinë fëmijët në për banesa, në për shkolla, është një katastrofe e madhe kjo. Momentalisht tash kur gjo s'ka, shifni vetë ju, se s'punohet kur gjo. E kanë shti në hares, e kanë shti. E cili do ishte apeli juaj drejtuar organeve kompetente? Po, të sa ma shpejt duhet të marrën masa, të regulojnë këtë trup, për arsye se është e moshe për fëmijët, për Nxanësit, për pleqët, për kretë, do me thënë, është e nevojshme është. Pa tjetër duhet të regulohet, Mos presin, do me thënë, vetëm ku vinë votimet edhe mandej i harojnë fjalët që i premtojnë. Ndryshen nga sektori për komunikacion, rrugë dhe tokë ndërtimore, gjithsesi drejtori këtij sektori Hisen Demiri, në një bisedë telefonike për televizionin Koha, theksoi se në rrugën Ivo Lola Ribar, ditëve në vazhdim pritet që të fillojnë punimet për largimin e shtyllave të kablove elektrike, kablove të telefonit si dhe vendosin e këtyre kablove nën tokë, ku më pastaj punimet do të vijojnë sipas planit deri në ndërtimin përfundimtar të kësaj rruge. Përderisa për rrugën 172, Demiri tha se edhe në këtë rrugë fillimisht do të punohet në ndërtimin e trotuareve dhe do të vazhdojnë në ndërtimin e rregullimit të kësaj rruge në tërësi.